është një anime shumë e veçantë, nga gjithë ato që jemi mësuar të shohim zakonisht, pra jemi mësuar të shohim luftra pa ndonjë thellësi shumë të madhe, hiç disa anime specifike që janë tash top rank. Prandaj kjo është domethënë anime siç ta cilësova argëtuese, sepse ndryshe nga të tjerat, kjo domethënë i ka të gjitha, ka dhe luftën, ka dhe batutat, ka domethënë prek edhe tema jo fetare, që përmendet pak a shumë, por që atyre duhet të hysh pak thellë, domethënë është një anime për njerëz të zgjuar. Po kjo është e vërtetë. E kush e ka parë me thënë të drejtë, kush e ka parë është është vërtet shumë, më duhet të hysh pak shumë me thellësi në brendësi gjëra të tilla, por që për të tërave mua pëlqen shumë dhe fakti që ka shumë kështu gjëra komike. Ka gjëra komike, është pak për plus 18 siç e përmende, por që është e adaptueshme si gjë. Unë them se mund të filloj edhe që na 16 vjeç tani. Jo. Shikojeni Kalamaja, shikojeni. Po pikërisht pra. Mos më ngjoni këta të dy. Mos më ngjoni. Duhet të nisi pra 16 vjeç, shikoj 16-17 vjeç është një pikë që ti e ndan të mirën nga e keqja dhe mendoj se. Po pra, po nuk është normale që Jo, mos e fal, se e di se çfarë do thosh. Shkoni në rrugë të Zotit, shikojeni. Duhet ta shikoni. Rruga e Zotit është 17 Lisim, 7 mallkimet e lajës. Pa.